Është kthyer në traditë tashmë festimi i festës së Shën Markut në Ulës, ku çdo vit organizohen aktivitete në nderim të kësaj dite të shënuar për banorët e zonës. Bashkia e Matit nëpërmjet njësisë administrative Ulës dhe drejtorive në varësi të bashkisë kishin përgatitur një aktivitet të larmishëm, i shoqëruar me një panajër të punimeve artizanale. Kryetari në detyrë i Bashkisë së Matit Müslüm Zeneli bëri urimin e rastit për banorët e Ulës që festojnë festën e Shën Markut. Po ashtu një urim e bëri dhe kandidati i Partisë Socialiste për qarkun Dibër Blendi Klosi. Urimeve u shtua dhe famultari i kishës së Ulës. Festa e Shën Markut uroj t'ju gjesh shumë shëndoshë mirë në shtëpiat tuaja, t'ju uroj nga zemra gëzuar dhe t'ju siguroj që bashkëpunimi me bashkinë edhe në vitet e ardhshme do t'jetë i pranishëm. Gëzuar festat me të gjithë dhe falenderoj gjithë atyre miqve, shokëve që na respektuan pjesëmarrjen e tyre. Në ditë e festës politika hesht, që jo do doja vetëm t'i uroja të gjithë banorëve të Ulës gëzuar këtë festë mrekullueshme, edhe realisht t'i komplimentoja për mënyrën se si e kanë ruajtur këtë zonë, se si e kanë promovuar, dhe tani ajo ideja që ne kemi pasur për vitesh, që të kemi një nga pikat më të bukura të veriut në Ulëzën turistike, po bëhet realitet. Shumë gjëra janë bërë për Ulëzën, por dhe shumë gjëra tjera do duhet realizohet, që realisht kjo pikë kaq e bukur, me kaq shumë bukuri, me kaq shumë natyrë të mrekullueshme, të vizitohet nga shumë e shumë turistë, të cilët në këtë vit kanë arritur edhe më shumë sa viti kaluar, që ka pasur 12 milion turistë. Prandaj, thash, politika sot e ka pushim, unë do doja vetëm t'ju uroja shëndet, mbarësi të gjithë familjarëve që janë këtu dhe shëndet familjet tuaja. Sono contento di essere qui oggi a celebrare con voi la festa di San Marco, patrono di Ulës. Dhe jam shumë i lumtur që festoj me ju festën e Shën Markut që është pajtori i kësaj zone. Anche in cielo abbiamo un protettore, colui che prega per noi e ci accompagna nel nostro cammino. Edhe ne kemi në qiell një mbrojtës që na mbron pra, siç është Shën Marku. Uno degli evangelisti molto importanti che il Signore ci ha regalato. Një nga ungjilltarët që Zoti na ka dhuruar neve. Aktiviteti u shoqërua me një koncert festiv të nxënësve të shkollës së Ulës e të tjerë. Të pranishëm në këtë festë ishin dhe kandidati PS-s Agron Malaj, nënprefekti i Matit Hasan Pasha e drejtues të tjerë të institucioneve në Mat. Ata zhvilluan një vizitë në ambientet e kishës për të uruar drejtuesit e saj festën e Shën Markut. Festa e Shën Markut në Ulës prej vitesh është kthyer jo vetëm si një festë tradicionale, por edhe si një ditë që një nga zonat më të bukura turistike të vendit tonë të çejë sezonin e ri turistik për të pritur qindra e mijëra vizitorë në pjesën tjetër të vitit.